Së pari, faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta, Fred. Dhe urime për emisionin edhe për, le të themi, ndërmarrjen apo sipërmarrjen tuaj të guximshme, të përpjekjen tuaj të lëvdueshme. Tashmë, ju bët një hyrje vërtet shumë shtërruese, e cila në vetvete ndërthur shumë pyetje dhe pikpyetje, për cilat do mundohem t'ja përgjigjej për aq sa koha do na e lejoj. Ajo që ndodhi 85 vite më parë është një arsye për t'u përkujtuar, për të testuar. Çfarë ndodhi? Ku ishte vija e sulmit? Sa kanë marrë pjesë afërsisht nga ushtria italiane? Nuk tentoj të hy shumë në këto detaje, sepse këto mund të gjenden kudo lehtësisht sot. Ka të dhëna mbi statistikat, pra për sa i përket kësaj, janë lehtësisht të gjeshme. Ndërkohë, luftë në këtë konflikt. Ka disa teori, ka mendime të tilla që thuhet që dëshira e Duçës nuk ka qenë finale për një hap të tillë, por ka qenë i shtyr nga rrethanat, nga zhvillimet gjeopolitike dhe ushtarake, sidomos pra, kuptohet, para se të niste fushata italiane në Greqi, ose ajo që njihet si lufta italo-greke, kemi disa hapa të mëdha të Gjermanisë naziste në atë kohë. Ishte kulmi i ravizimit të një aleance nga më të mëdha në botë atëherë, pra kuptohet Boshti.